Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Shikues të miq të dashur të Radio Televizionit Pendimi, mirë se erdhët në emisionin Drita e së Vërtetës. Mirë se erdhët këtu në këtë program që realizohet të dielave nga ora 20 në radio dhe në Televizionin Pendimi. Në transmetim të drejt për drejt jemi këtu nga studio në Prishtinë dhe drejtuesi i këtij programi jam unë Avni Llugiçi, që do t'ju shoqëroj së bashku me hoxhën e nderuar Fadil Musliun, të cilin e kemi sonte së bashku. Selamu alaikum, i dashur hoxh, mirë se erdhët. Aleikum salam wa rahmatullah, mirë se gjatë. Allah është shpërbleft për pranin tuaj në këtë emision. Ndërkohë shikues të miq të dashur të Radio Televizionit Pendimi, sa do të flasim si pjesë e parë e ligjëratës nga hoxha Fadil do të jetë i trajtim mbi familjen, mbi shoqërinë dhe përgjithsisht mbi atë çka ne gjykojmë si më të vlefshmen për ne, që është familja. Prandaj tema për ditën e sotme, familja është zemra e shoqërisë, është titulluar saktësisht dhe ne do të përpiqemi që në pjesën e parë të marrim mësime nga hoxha jon i dashur Fadil Musliu. Më pas në pjesën e dytë të rikthehemi tek pyetjet dhe përgjigjet tuaja. Prandaj, pa u mbërkohë, me njerë po ja kaloj fjalën hoxhës Fadil për të nisur trajtimin mbi këtë temë. Falënderit Allah shpëleft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut Gjelle Shanu, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dashurin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe nga do që po na ndiqni në këto momente, në këto çaste, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lutë Allahun Taala që të gjithë ju dhe të gjithë besimtarët musliman, kudo që janë këtu në vendin tonë apo në diaspora apo gjatiu në përbot, të jeni në gjendjen më të mirë të mundshme. Dhe lutë Allahun Taala të gjithë ata që kanë mërzi, që kanë sprova fatkeqësi, që kanë halle, brenga, borxhe, sprova të ndryshme, që Allahu t'u lehtëson dhe gjendjen tuaj dhe gjendjen e gjithë besimtarëve musliman, lutë Allahun që ta përmirëson. Padyshim se Allahu te bareke wa taala ka bërë që në popull, në shoqëri të ketë familje të shëndosha. Dhe është natyrshme se çdo familje shëndosh kontribon për mirëqenien e shoqërisë, sepse shoqëria kështu në përgjithësi përbëhet nga familje të shumta, të cilat nëse janë të shëndosha, atëherë konstatohet se shoqëria është e shëndosh. Nëse në një shoqëri familjet janë të smura, apo të prishura, ajo shoqëri, apo ai popull, apo ai vend konsiderohet popull pa perspektivë, pa ardhmëri të ndritshme. Për me qenë familja ashtu siç duhet që fillimisht bazat e familjes të vendosen ashtu siç duhet, sepse dy komponente apo dy elemente janë ato që përbëjnë familjen, ato janë edhe baza e një familje. Ata dy janë burri edhe gruaja. Kështu që Allahu te bareke ve taala ka bërë të lejuar, e ka lehtësuar, e ka bërë halal lidhjen bashkëtorë, pra martesën e burrit me gruan. Dhe martesa, bashkimi i burrit me gruan, pastaj
trashëgimtarët, fëmijët e tyne janë prej fakteve, prej ajeteve që Allahu te bareke ve taala i ka përmend në Kur'an duke thënë wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dhe një prej shenjave, një prej fakteve, një prej argumenteve të Allahu te bareke ve taala është që për ju bashkëshortet tuaja. Krijoi për ju krijoi pra bashkëshortet tuaja. Për çfarë arsye, për çfarë qëllimi i krijoi Allahu Ademit bashkëshorten e tij Havën. Kur Ademi kishte të gjitha çka i duheshin dhe Allahu e krijoi si njeriu e parë dhe s'ka pas ndoshta nevojë për diçka tjetër, absolutisht. Sigurisht se Allah e din urtësinë, e pa Allahu se Ademi nuk është i plotësuar, nuk po gjen preje, nuk po gjen qetësi, nuk po gjen rahati si duhet, dhe prej ti pastaj i krijoi palën tjetër, e krijoi Havën. Pra për çfarë arsye ekzistojnë bashkëshortet, për çfarë arsye ato janë një lloj plotësimi për burrin, Allah thot li taskunu ilaiha, që të gjeni preje. Pra, prej fakteve, shenjave, argumenteve të Allahut është që për ju krijoi për ju bashkëshortet tuaja që të gjeni prehje, që të gjeni qetësi, që të gjeni rahati pranë tyre. Pastaj Allahu Teala thotë wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, mes jush Allahu te bareke wa taala ka bërë që të ketë dashuri dhe mëshirë. Mes jush, pra mes burrave dhe grave, mes bashkëshortëve, Allahu ka dhënë dashuri edhe mëshirë. Inne fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Li qaumin yatafakkarun, që do të thotë dhe në këtë ka fakte, në këtë ka argumente për popullin që mendojnë, për popullin që logjikojnë. Pra nga këto duhet kuptuar se bashkëshortet i ka krijuar Allahu që të jenë vend prehje, vend qetësie, vend rahatie, edhe vend mikpritjeje për burrat e tyre. Pra gratë janë ato të cilat i mirëpresin, i qetësojnë, i rahatojnë edhe i stabilizojnë burrat e tyre. Pra nga këtu del një mesazh i qartë për të gjitha gratë besimtare muslimane, po edhe të tjera që të jenë të kujdesshme dhe që të presin mirë bashkëshortet e tyre, të sillen mirë me bashkëshortet e tyre dhe që të jenë ato vend qetësimi apo vend prehje, vend kënaqësie, vend lumturie, vend rahatie për bashkëshortet e tyre. E jo runa Zot, siç do sot në kohën bashkëkohore, njeriu s'po them armik kështu me plot kuptimin e fjalës, po një lloj armiqësie e gjen edhe me bashkëshorten e tij. Pse? Sepse gruaja për 24 orë mundohet të qëndrojë mbi kokën e burrit, jo të gjitha, një pjesë e grave. Herë merr rolin e hetuesit, e heton burrin, krejt, çka po bën. E dyta e merr rolin e gjyqtares, jep çka gjoba, jep dënime, merr vendime. Herë merr rolin e prokurores, kërkon të më thonë sa më shumë e dënu burrin. E kështu me radhë, edhe në këtë rast, aja e ka humbë dhe me thonë garen për me qenë bashkëshorte e mirë, bashkëshorte e devotshme, bashkëshorte cila e ofron burrin e nuk e largon. Aja e largon burrin prej shtëpisë. Për ata disa burra të martuar, kur e kryen orarin e punës në ora 16, 17, 18, dikush që punon ndrrimin e natës, kur e kryen atje mesnatë apo pas mesnatës, e dini që çfarë fillon kriza për to. Ai lodhet 8 orë në punë që ka punu punë të rënda fizike, apo edhe punë të tjera, është më e lehtë se sa këtë lodhen që do ta gjejnë kur shkon në shtëpi. Pse? Se duja të prit me padorim me marrë në pyetje. Ai ka krye punën në ora 16 apo 17, po është vanu pak, më shumë se zakonisht,
Edhe kur shkon në shtëpi, se s'ka mri 30 minuta më herët, gruaja ku je, t'ja bëj shef, në ora 17 ke pas me mri. Ku mete ti? Në ora 17:30 ke pas me mri, ose në ora 18. Ku je, ti që 3-4 minuta. Çka bane, ku ishe? Me kën ishe? E qysh kështu, e qysh ashtu? Ai tjetri vjen në shtëpi, e merr gruaja pak në pyetje, pastaj don me dalë me shokët e vet, ose don me dalë me të afërmit, familjarët e vet. Edhe tash para mendoj gruaja do të më ja caktuar. Ani dil veç mos ana deri në ora 21 ose ora 22. Edhe ai kur të shty me shok, kur të me familje, me kushërime të afërm, me kolegë, të smunesh me mat orën, edhe më një herë me u ngrit me prishat ndajen, edhe me shku në shtëpi dhe vanohet. Vëse me u kthy në ora 22, sa i ka thonë gruaja. Gruaja do më thonë që do më largu burrin, kështu e mënot më ja caktuar, me majt nën kontroll burrin. Edhe ky vanohet në orën 23 te dera. Ku je deri tash? E ku je kon? E çka ke bë? Edhe këtë orë që vanohet të e thirrën ja 10 herë për shemb. A beshe ora 22, po që edhe pak. Vanohet 10 minuta. Sa bora? Ai e nis? Ku je? Me kë nije? Çka jeni të bë? Pse po rrini deri tash? Po rrin mëre motër se ai aty në kafe të alkoolit nuk është. Me prostitutka nuk është. Në fal lokalit narkomanëve, drogirashave nuk është. Në fal lokali ku jipet fajdja, e mirët fajdja, me fajt e gjitë nuk është. Në fal veni që po bëjnë një projekt për me thy në bank nuk është. Runa zot në fal plani për me mirë dikën nuk jenë të bo. Çka po shqetësohesh? Ti u shoqëroj me njerëz të mirë, shoqëroj me shoqni të mirë. Edhe mos mendoj gruaja asnjëherë se kam i arrit kështu me bin burrin apo në far forme me eduku burrin me kësi metodash. Absolutisht nuk mundesh. Veç ki me largu burrin. Veç ka kije me largue burrin. Andaj pra, e kundërta e saj duhet me qenë sjellja. Qysh, në momentin e parë që vjen me i dëshiru mirë se ardhe, normalisht vjen. Se thot, dikush thot, e pse mi dëshiru mirë se ardhe, po shkone, të shtëpia vet. Po, ka nevoj me përshëndet, o lodhe, si kalove, inshallah je mirë, Allah të shpërbleft, e di që po jeke, po ki vështërsie, tash sezona e verës, temperaturat e larta, ti punën nalt, ti në ndërtimtari, apo ti punën ku diun me hekër, apo punën me ato, apo punën punë fizike, apo punën atje nar, apo në fush, apo në mal, apo në livalla. Udhëton shumë kolonat e gjata, temperaturat e nalta, ajri i ndotën prej tymit makinave, ku ta diune, e tash mas gjitha sajnë ati një farfollë me komplimentu ato dhe me falinderu që ai po i kalën 9 orë apo 10 orë për çka? Për mirëqenien e kësaj familje, se shumica e burrave kur ti pysh pse punojnë, çka thot, po e kam brani gruaj, kam 3-4 fëmijë, mos t'i la keq me hjek. Këtë e kanë këtë synim. Kështu që nga këtu del mesazhi i qartë që ato gra të martuara, të cilat dëshirojnë të mbajnë burrat pranë vetes, le të sillen mirë. Se po e them sinqerisht, ka disa raste, mos them 10 raste, sidomos tek të rinjët që kur ju shkojnë gratë tek familja e tyre, tek baballarët, tek nanat, vikend zakonisht, ata e kanë një lloj feste. Dhe tash, komo kënaqsh një 2 ditë shtunë e diellën, fri, i lirë krejt, pse? Se gruaja po shkon, i ka marrë fëmijët edhe shkoj te baba i vet apo te nana e vet. Me gëzim e pret, me shku gruaja te kush? Te familja e saj. Qysh më i ri edhe me u gëzue, trit zakonisht përpara po flas në kohën tonë, trit janë mërzit kur ka shku gruaja te familja 2-3 ditë apo 4 ditë. Edhe pse përpara kanë shku marrallta, shkojnë më shpesh. Është mërzit për gruan, është mërzit për fëmijët. Pse se gruaja ka respektu burrin, burri ka respektu gruan. E tash, për shkak të presionit psikologjik, e në raste të shumta edhe presionit fizik. Jo veç dhunë psikologjike, po tash edhe dhunë fizike. Edhe këta policët tonë që punojnë atje, po tregojnë ka plot raste që vinë disa, s'po djejnë burrat, as janë burra, po i thonë burra, dhe raportojnë dhunën familjare. Po s'po di çfarë burri është ai që e pranon dhunën familje. Se s'ka dhunë as prej burrit ndaj gruas, as prej gruas ndaj burrit. Po disa gra të forta, kështu që po ushtrojnë,
Tash ti po shkojnë lloj sportesh, si sporte luftarake, edhe ato fizikisht forta edhe po, ndoshta pe ka burin për fytje, për kravatë, edhe për shkushtu pak, edhe për jam ledh bet. Aq më tepër, kur këtë e bën edhe në prezent fëmijëve, edhe fëmija shohin nanën duke ja nënshmu babën. E din çfarë goditje e ronë është kjo për fëmijët. Ata mërziten se thojnë as pas mi bab, as pas mi sen. Derisa nana po ne rre babën, nana po i bërtet babës, nana po e komandon babën, nana po e dirigjon babën. Ata thonë çfarë babë është kë? Pse se modeli më i mirë për fëmijët deri në moshën 10 vjeçare është baba edhe nana. Baba është njeriu më i fortë për fëmijët deri në moshën 10 vjeçare. Baba është njeriu më i bukur, njeriu më i mirë, njeriu më i dijshëm, njeriu më i pasur, njeriu më autoritativ. Ai na shtaj punon një punë krejtësisht, që s'është shumë e rëndësishme në shoqëni. Mirë po për fëmijët e tij ai është model, ai është shembull. Andaj mos e rranani këtë model. Mos e rranani, mos e shkatroni. Mos e shkatroni këtë model të fëmijëve. Kjo vlen edhe për burrat në raport me gratë e tyre. Pra, lësë Allahun Ta'ala që të na ruan neve besimtarë musliman nga këto, s'po dia mi thonë fenomene apo këto zhvillime të reja, se këto s'kan qenë përpara në këtë popull, në këtë vend. Nuk kanë qenë kështu. Gratë asnjëherë nana tona, në lësë Allahun që ato ta fitojnë xhenetin, dhe besoj që fitojnë xhenetin për shkak punës të madhe që kanë bën natën edhe ditën, për shkak të lindjeve të shumta. Ku ke pati nan përpara, po flas për gjeneratat tona, që ka pas në 6-7 fëmijë. Ose edhe 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. E unë mendoj që nana tona fitojnë xhenetin se imanin e kanë pas. Disa e kanë falë namazin, disa ka pak e kanë falë, kanë agjeruar, e kanë lutë Zotin që kanë mujtë, kanë bo fëmijë, kur si kanë nalë, as kanë ditë që do me thonë mjete kontraceptive, për me mbrojt nga shtatzënia. Hiç kur, absolutisht. Deri kur, ardha ajo koha që ka qenë edhe është ajo menopauza dhe ma gruaja nuk bën fëmijë. Edhe pastaj çka me ato durët e bekume i kanë pasë ato enlarse, se me to i kanë la end, me këto i kanë tirë. Me ato durët e bekume i kanë pasë lavatriqe, se i kanë la teshat. Ato durët e bekume kanë qenë edhe tharëset e robave. Pse? Sepse i kanë tirë robat, të i qitat e në përtela. Me ato durët e bekume i kanë hekoros robat, e të njëmër që s'kan pas as lavatriqe, as kanë pas enlarse, as kanë pas tharse, as hekur që i hekoros robat, dhe para 30 vjetë, pa kush ka pas? Po i kanë bo sikur me hekur, i kanë bo robat, i kanë drejtuar me durët e tyne të bekume. Fshisa, deri para 30 vjetë, 35 vjetë, nuk ka pas fshisa. Fshis dorës, ato durët e bekume. E kanë fshi, e kanë resh, e kanë hërnu, i kanë qep robat, i kanë qep ato postavat, apo jorganat, apo jastavat, këtë ka është dasht, makina ka ona e qepjes. E unë mendoj, me qënë se besimin e kanë pas, borit i kanë nejtë ashtu qysh duhet, fëmi kanë bo shumë, punë kanë punu shumë, qëka i pret ato? I pret gjeneti me emën të Allahut. Ato nana tona gjeneti i pret. Se nuk ju jep Allahu mundi me vështërsi edhe në atë botë, e mundi me vështërsi në këtë botë kanë pas. Janë ullë të funit në bukë. Janë zgjot parat. Pse? Pse e funit se du të me shërbjë kej familjen, pastaj nëse ka mujt disa ka fshat me hongër, pastaj e para me hik sendet, pse? Për me nejt gati burit e fmive atyne, e të në edhe mi u qitë qaj, edhe e kanë shatën e muhabetin, Ky 5 qaja, ky 7 qaja, jo të ranë, jo kështu, jo ashtu. Edhe kejt me vullnet edhe me dëshirë. Ka musafiri, o kanë gëzim familje. Ta është me tarë pa paralajmëri musafiri, kiameti botë. S'do në kush me pa musafirin. Edhe ata që i dojnë me paralajmëri një 2-3 ditë se të bëhemi gatit, përkatitemi. Po pse po përkatitesh se sem të tarë 10 vetë, 20 vetë.
Të vjen vëllau me grua, të vjen motra me burr, të vjen vëllau me djalë, me vajzë, të vjen daja me dikën, të vjen halla tezja, nëse të vjen, se s'po të vjen hiç bile. Hiç fatkeqësisht janë shkut lidhet fare fisnore. Andaj të nderuara motra, ju lus sinqerisht dhe seriozisht. Keni kujdes se si po sillni me burrat tuaj, sepse e keni rastin, mundësinë me fitu xhenetin. Keni mundësinë rastin me fitu xhenetin, sepse ajo grua besimtare muslimane, që e beson Allahun, i bindet burrit e saj, e fal kohët e namazit, agjeron Ramazanin, e ruan derën e saj, i thuhet hyn në xhenet, prej cilës derë po don ti. Subhanallah. Hilatësuar i Allah patmeta je. Hyn xhenet, prej cilës derë po don ti, të dyrën xhenetit. Alhamdulillah. Ku po don me hy? Anë të parën, anë dytën, anë tretën, se cila derë ka nga një emër aty. Andaj, mendoj që gratë e kanë edhe letë në këtë kohë me fitu edhe xhenetin. Shumë letë e kanë. Se s'do të shumë punë të rana si nana tona, si gjyshet tona. Kështu që për me qenë familja pra shëndosh, fillimisht duhet çka me u martue të rritë edhe të rejat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë ja ma'shara shabab, men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. O ju të ri, pra të rritë edhe të rejat hynë këtu. Kush ka mundësi prijush për të martuar, le të martohet. Le të martohet. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wija'. Fa inna lahu wija'. E ai që s'ka mundësi për me u martue, për shkak të kushteve materiale apo për diçka, do një pengese, atë çfarë duhet të bëj? Duhet të agjeroj, sepse ka thonë ky agjerimi për të riun edhe të rejen është mbrojtje, është mboroj. E mbron nga kush? Nga punë tek qia. Se organizmi, lukthi, sa ma pak me pas të ushqim e pije, e ka epshin të theksu. Sa ma shumë ka ushqim edhe pije këtu brenda, epshi është i theksu. Epshi është aktiv, ec në për venat e trupit të njeriut, ashtu siç ec edhe gjaku. Dhe Allahu te bareke wa taala na tregon se kështu ka fillue edhe njerëzimi me u shumua. Qysh me martes. Allahu taala në Kur'an, në surën e grave, në surën En-Nisa, thot: Ja ejuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. O ju njerëz, keni frikë Allahun, i cili ju krijoi prej juve. I cili ju krijoi juve prej një njeriu të vetë. Min nafsin wahida, prej një njeriu të vetëm. Wa khalaqa minha zawjaha. Dhe prej tij e krijoi edhe kon, prej tij e krijoi edhe bashkëshortën. E pastaj prej atyre dyve, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. E prej atyre dyve, Allahu bërja po krijoi shumë burra edhe gra. Kështu pra është fillimi i natyrshëm. Pra me u martue burri me grua dhe anasjeltas gruaja me u martue me burr. E nëse kështu fillon, edhe fillon marrë edhe mirë, për zgjedhja është e mirë, fillon aty që ka thonë pejgamberi sallallahu se 4 gjona e martojnë në gruan, po dhe burra ato e martojnë, e një prej tyne edhe më e rëndësishme është feja. Pra, 4 gjona bën shkak për martesë të riut apo të rejes. Kush? Bukuria, pasuria, autoriteti, familja, edhe 4 feja. Pejgamberi sallallahu ka thonë, zgjidhe këto që ka fe, të ribet jetak, sepse e ka qëllu edhe do t'jesh i bekuar një farforme.
dhe ti jesh I bekuar dhe ke qëllue, ke bo përzgjedhjen më të mirë. Shpesh shtohet pyetja pse s'bën me gjetë edhe të bukur edhe të pasur edhe autoritative edhe me shkollë. Po more krejt, s'te ka feni, inshallah, krejt I ka. Po valla ato tjera që ka, po fene ka. Kjo është kryesorja. Çka të shtohet më shumë se kjo? Është në rregull, është shumë në rregull. E nëse kështu pra, prej burrit edhe gruas fillon marrë dhe mirë përzgjedhja është bo me kriteret islame, me këto standardet që ka vendos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë do të me kuptu se kjo familje është zemra e shoqënisë. Kjo mirë ka me funksionu. Dhe shoqëria është e shëndosh, është e mirë, nëse I ka dhe më thonë familjet e shëndoshat mirë. Shoqëria është e prishur, apo e smur, e lodhur, e dërmuar nëse familjet I ka jo të mira. Këto do të me pas parasysh dhe do të me pas kujdes, pastaj çdo njëri prej nesh me rujt familjen në farforme sikur sytë e ballit. Se kogja vështirë po është me bë, sidomos tash, kogja vështirë është me zgjedh. Përpara u kon lehtë. Veç e pyet që a falet që ky djalë, po, epja vajzën. A falet kjo vajzë? Po, e ka mbulesën, po, merre vajzën. Jo tash ti falet, po të mashtron, e tradhton, e të rren, e të vjedh. Disa raste, ka qësh. Edhe e tjetra vajza me mbulesë ose me kohë namazit, po se ka problem me I bodo harame që si ka hi as pak asajna mi po. Pra për para ka qenë letë. Jali u falë, o konë rrugë Zotit, po. Vajza falë rrugë Zotit, po. Hiç më se zgjatë. Tash vallahi pretendon që është rrugë Zotit, po këgja puni ka ma shumë rrugën e shejtanit e të mallkuar. Andaj me rujt familjen nga prishjet e lidhjeve bashkëshortore, sepse një prej fenomeneve të reja që është e përhapur në shoqëni, që është I përhapur si fenomen më të madhe, është shkurorzimi, divorci. Me rujt familjen. Me rujt familjen sepse shkurorzimi nuk sjell të mira asnjëherë përveç se në raste të rralla kur pamundsohet jeta e çiftit bashkëtorë. Përndryshe zakonisht pasojat, gjurmët mbesin gjatë gjithë jetës. Viktima kryesore në shkurorizim as nuk ka burrë as gruaja, po janë fëmijët. Nëse nuk kanë fëmijë, viktima e parë është gruaja, pastaj edhe burri viktimizohet në raste të rralla, çka? Në raste të rralla edhe është shpëtim I jetës së të dy palëve. Kur nuk shkan, sikur njerëz do të më ul, edhe qysh janë marrë vesh, me u martua, tash do të më marrë vesh edhe për me u nda, po me u nda, çka? Me paqe, në mënyrë njerëzore, në mënyrë të kulturume, në mënyrë qytetrume, në mënyrë fetare. Me vazhdu se cili jetën e vetë edhe kur fa problemi nuk është. Amonisen do të me ditë që shejtani Iblisi mallkuar nuk ka knatësi më të madhe, nuk ka gjëna më të madhe që e dënë se sa ndarja. Po thëmë ndarja, gjëna ka njëherë është kur bëhet pa drejtësi, se kur ka të drejtësi dhe nuk shkon rregull, është. Po Iblisi nuk e dën asnjë punë tjetër më shumë se sa ndarjen e burrit edhe gruas, sepse kur ata të dy ndahen, pastaj ndahen dy familje, pastaj nëse kanë fëmijë mesin të papërqendruar s'do na me shku me babën a me nonën, disa ditë të javës me babën, disa ditë të javës me nonën, pështjellë, mos marrëveshje, zhurma ku ta diune, andaj do të me pas parasysh se ky është një fenomen I ri që po përhapet shumë, shkunorizimi dhe shumë I keq. Me rujt familjen edhe nga një fenomen tjetër, shumë interesant dhe shumë I papërshtatshëm nga bashkëjetesa. Mos me lejua djali jot me bashkëjetu me një femën të huaj, ose femna me bashkëjetu, vajza jote me bashkëjetu me një burr të huaj. Po ja ata po njefton, s'ka, njeftimi bëhet para fejesës, para martesës. Dalin një herë, 2, 3, 4, 5 takohen në prezencë të familjarëve të vajzës. S'është patjetër me qenë ata në tavolin këtu me neve, ata rrinë ma tutje, e vazhdojnë situatën. Krejt I sqarojnë gjanat. Nëse s'mundën një herë,
Takohen ata 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 7 herë. S'ka nevojë kaq shumë, po e zonë. Kur njoftohen mirë për shtatën, atëherë bëhet kunërizimi, publikohet lidhja, edhe kjo është në rregull. E jo për vajza po bashkëton. Me një djalë hoç pak teresa të njoftohen ja 5-6 muaj në vit. Pse më rrevlloti që shpele vajzën me bashkëtu, po vajza nuk ka kartë më javon dikujt na moje pak një javë ditë, provoja po çka kerë mirë, shka çaje këtyra i ka kilometra të rregulla si ka, a ka pas ndeshja s'ka pas. Pse më kështu, po ti kjerën se jap dikujt na 5-6 muaj në vit me ta moj, ty e ti vajzën për ja jap. Çfarë ka mundsi kështu? Ka herë kjo kështu. Kjo monet me pas prejallën prej djallit shejtanit mallkum, po për neve musliman nuk e ka prejallën me bashkëtuar. Andaj me pas kujdes, sepse bashkëtesa nuk është tjetër vetëm se lidhje haram, po në gjuhën popullore, në gjuhën bashkëkohore, po quhet domethënë njoftim i çiftit, ndërsa gjuhën fetare është imoralitet, prostitucion ose zina në versionin bashkëkohor. Tjetër me pas parasysh edhe mos me u largu nga martesa, se shumë të ri dhe të reja po abstenojnë. Po çka po largohen nga martesa, sepse po thojnë nuk ka nevojë, jam i ri, edhe ajo vajzë vëtë jam e re. Po martesa kur je i ri edhe e re është e nevojshme, se kur ti bëjsh 80 vjet, 90 vjet, s'besoj mos që ki nevojë më martu mo. S'besoj 90 vjet, 80 vjet më veç. E ke kry misionin. Sa më i ri më martu aq më mirë. Edhe vajza sa më e re më martu aq më mirë. Fëmijët sa më herët më po aq më të mirë, aq më të shëndosh. Aq më në rregull është çdo gjë. Andaj hiç ne këto domethënë si kulturë europrendimore, ja mas 30 dhe mas 35, të në mas 35 këto vajzat s'po i merr fort kërkush. Këta djemë të nëj po do të me i marrë do që kanë pas të kalu me poshtë e nalte, ku të dione. Kështu që kemi kujdes, pra t'jemi të kujdesshëm, pra të rujmë familjen nga këto gjana edhe të nxisim familjen për martesë. Familja është siguri, familja është qetësi, është preje, është mëshirë, dashuri dhe vend ku prodhon individ dhe shoqëri. Për ata, shejtani nuk ka punë më të dashur se sa me prish familjen, se sa me prish një burrë me gruan ose një grua me burrin. Për mbyllje se koha po ikën, do të me pas kujdes tjetra, me rujt familjen edhe me nxit me motivu në punë të mira. Puna më e mirë është me lidh familjen me krijuesin, e me shkput për krijesa. Jo më bë rob i punës, rob i parës, rob i shtëpisë, rob i rrobave, rob i kerrit, rob i autoritetit apo pozitës, rob i Zotit. Veç rob i Zotit. Dhe me këshillu familjen, me urnue për me fal namazin, ashtu që thot Allahu Teala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Që do të thotë urdhëj familjen tënde që ta falin namaz. Urdhëj familjen tënde që ta falin namazin, edhe ti fale vet, edhe ti qëndro, edhe kom ngul në këta. Jo sigurisht, unë kom thonë valla, kur jam kon matris, fal namaz, s'm kanë dëgjuar kom lan tash. Sa i kanë bota që ka valla, 16, 17, 15. Pra me no, thu që ka bajt 100 vjetë, edhe ne kom lanë tash, po edhe 100 për shemull. Për shemull, baba jetën 120, djali 100, kjo prape ka obligim me mësue për namaz. E jetën na, kur është atë një 5-6 vjetë, 7 vjetë, qka? I mësën. Kur të rritet pak që tamam do të me fillu namazin, për një me, hynë në fazën e pubertetit, e len. Jes po dëgjoj. Edhe interesant, edhe këtu, edhe në përendemi shëf, kur janë fëmija ka 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, i marrin xhamia, i madh i vogël. Që nuk është e preferuar. Nuk është e pëlqyer. Ku ka me shkuaj 1 vjet, 2. Apo urinan, apo krynaj nevoja, ku e diun e çka, e zhur, me çaj në sene. Kur bëhet tani për me fal namazin, edhe kur bëhet me ditë, ai i bën 7 vjet, 8 vjet, 9 vjet, 10 vjet. Tani ka 2-3 muaj që hin pubertet, që do të më marr, pastaj në xhami, pastaj e lën. Kur s'dohet e marrë, kur dohet se marrë. Andaj pra, insistoni mi pas fëmijët me vete, në punë të mira dhe të mbarë.
qoftë falje namazit, qoftë kur jepni sadaka, kur i ndihmoni dikujt, qoftë kur mësoni Kur'anin, qoftë kur vizitoni farefisin, qoftë kur dini ndonjë vizitë që ka përfitim prej saj. Vizitë për shembull në vendeve turistike apo vendeve historike apo ngjarjeve, vendeve ku janë zhvilluar disa ngjarje që kanë betë në historinë e këtij populli. Sikur lufta e familjes Jashari 98-ën, ose familje të tjera 99-ën, aty me qu fëmijët, me pa vendet, me pa që dikush ka punue, ka luftu, ka sakrifiku për këtë popull edhe këtë vend. Pra me ju tregue, në këto vende nuk do të me lënë anash fëmijët, se disa dalin vetë gjithkon, edhe botën e shëtisin, ama fëmijët nuk i marrin pas vetës. Ata janë antarët ma të mirë që munden me bu familjen e mirë, pa kush fëmijët, djemët edhe vajzat. Kështu që në përmbyllje, këshilloj prindrit, ata që kanë fëmijë, që të investojnë ma shumë, sepse edukat shpirtnore, edukim shpirtnor, spiritual, po i pak. Edukim material, po pare pjodhon, edukuj, thët, kryje që të shkollë, kryje fakultetin, për shembull, mjekësi se bosh mjek e punon të shtetit, 1.500 euro, e punon privat, e bën këto e ato, e llogarit shimenja 5-6 njerë në muaj. Shka kryje për programer, shka kryje për IT, shka kryje gjuhën gjermane se punon call center, shka kryje gjuhën angleze se punon atje, shka kryje këtë gjuhë se bën këto, shka kryje ato. Këtë ka ona materiale, kështu edukim material për jo dhonë bëllë. So që ja u bojnë parën si të shajtë. Fëmija në shkollë, pa hi në shkollë të mesme, ja përcakton apo ja determinon cilën shkollë me shkue. Për çfarë arsye? Ka perspektiva të ka pare shumë. Për i shpije pa punoj, për i merë 2.000 euro, 3.000 euro. A pëse të shohet e për i shpije me falë namazin, kur se ka problem. Nuk i ka dhëtë që kule falë namazin, 2 rekatët sabahit, sunet me i falë, khajrun leke minet dunja o ma fija, ma mirë për ty o birë jem, i vazem, se sa dunja edhe që ka konë ta. Pa i thëtë, po në ti aty se 2.500 euro rrugën, 2.000 euro rrugën, punë e madhe, kur në namaz nuk e falë. Ose veç e falë që të shpi për me hik qafë, as dhe në gjami, as dhe në ligjerat, as kërkon veç. Andaj me i dhonë edukim, kras këtina material, që këto s'kam nevoj me thonë jepni se për i dhonë gati krejt, mirë po, jepni edhe edukim qka, edukim fetar, edukim shpirtnor, sa ta mundën me pas pare. Pare, mundën se dush me pas. Po pare nuk është që ti ngop krejt ato kërkesat e tua. Nuk e ngop. Me pare nuk mund është me ngop atë anën shpirtnore, atë qëtësin shpirtnore. As njerë. Bile, s'po thëmë gjithmonë, po shumë raste, parja bëhet shkak, bëhet sebeb për me devijue, apo me shregullue individin, qiftin bashkëtohë familjen, edhe pastaj edhe e shregullën edhe shoqërin, edhe kur ka pare shumë, edhe nuk më në gjotë si dohet, atëre me atë pare promovohet harami, promovohet e keqja. Qysh po promovohet edhe të na, sidomos tash në këtë kohë kur jemi në sezonën e verës. Lusë Allahun Taala që të na ruaj neve në përgjithësi, e trit edhe të rejat në veçanti, dhe lusë Allahun e lartësuar që të na mundëson se cilit prej nesh të investojmë aty ku duhet për me investuar. Dhe të largohemi prej atyre vendeve dhe prej atyre njerëzve që nuk bën aty me qëndrua edhe me investua. Allahu e ruajt këtë popull dhe këtë vend, edhe të gjithë muslimanët kudo që janë në përbot, Allahu i ruajt, Allahu i udhëzoft në rrugën e tij të drejtë, në rrugën e tij të vërtetë, në të cilën i ka begatuar njerëzit e mirë, i ka begatuar Allahu të dashur të tij në rrugë, Allahu na udhëzoft dhe na drejtoft. Në kaq edhe po e përmbylli, duke lutur Allahun që të na mundson të jemi çelësa të së mirës edhe dryna të së keqes. E përhapim të mirën, e mbyllim, e ndalim të keqen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Amin, Allah shpërbleft, i dashton hoxh. Amin edhe ju. Për këto këshilla të dashur shikues të nderuar miq të radio televizionit Pendimi. Do ta bëjmë një pauzë fare të shkurtër
për ndarjen nga pjesa e parë për të rikthyer në pjesën e kontaktit të drejt për drejt që është pjesa e dytë, hapësirë në të cilën mirëpriten telefonatat dhe mesazhet tuaja. Pas një pauze të shkurtër rikthehemi sërish në studio.